Fjalën zoti Rama. Ka marrë fjalën kryeministri. Fjalën e ka kryeministri. Zoti Berisha, lironi foltorën. Ik se ke pi shumë. Dhe se ka pi shumë do të shkoj atje. Sot ky kuvend mblidhet për të ratifikuar një akt të vullnetit mirë, të cilin Shqipërisë në radhë parë kësaj shumice qeverisëse në emër të këtij vendi dhe sigurisht krejt kuvendit kur dhe nëse është e mundur, i takon ta bëjë sa herë vjen në tryezë tema e paqes, çdo mundësi për të kontribuar për paqen. Ne, shumica kuvendore e Shqipërisë, për 3 mandate të plota me radhë, e kemi bërë zëdhënësin dhe punëtorin e paqes në këtë rajon të trazuar, edhe kur kjo është dukur, e madje edhe është komentuar, deri edhe si tradhti. Një etiket që në fakt është një provë vendimtare e paqedashjes për shumë kënd që ka punuar për paqen në historinë e kësaj bote. Ne e kemi quar Shqipërinë e përkushtuar për paqen deri dhe në krye të OSBE-s, apo në tryezën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku kemi nderuar flamurin dhe kombin shqiptar. Një dekadë më parë, ky vend ishte një ishull që dilte në radarin e botës vetëm për lajmet këqija, dhe shqiptarët në botë shiheshin si përfaqësuesit e atij ishulli, të mveshur me tërë të zezat nga mediat e botës, një pjesë të vërteta dhe një pjesë gënjeshtra me bisht. Sot ai ishull ku numëroheshin si turist edhe deputet të kuvendit, edhe vetë kryeministri sa herë kthehej nga jashtëtit, është një Shqipëri tjetër, destinacioni 12 milion turistëve, me aeroportin me rritjen më të lartë të numrit pasagjerëve në Europë dhe për të disatin vit i pari në rajon, duke i lënë në vend të dytë Beogradin, krye aeroportin historik të Ballkanit Perëndimor. Kjo Shqipëri tjetër u ka hequr shqiptarëve sekëlldinë e emrit, që pas shumë vitesh në përkëmbje në për rrugët e Europës e shqiptojnë sot me kokën lartë në çdo gjuhë të Europës. Dhe pikërisht sot, kur bota është trazuar keq dhe paqja është vënë në një presion të paparë nga të katër anët, Shqipëria e çmuar ndërkombëtarisht prej disa vitesh ftohet nga personalisht presidenti i Shtetit Bashkuara për të bërë antar themelues i një organizmi të ri ndërkombëtar të krijuar prej tij me emrin Kuptim Plot Bordi i Paqes. Ky është një nder i veçantë. Dhe kjo është një tjetër mundësi për të dhënë kontribut për paqen. Jo se ne jemi të mëdhenj apo se pa ne nuk zgjidhen dot konfliktet në zonat tjera të botës, po sepse na jepet mundësia të vazhdojmë të rritemi si shtet, duke zgjeruar dijen dhe forcuar vetdijen tonë si zëdhënës dhe si punëtor të paqes, si edhe të njihemi botërisht si vend dhe si popull, për atë që duam të jemi në këtë botë, ku kur nuk je në tryezë, je në menu. Tani më e mira do të kishte qenë që këtu sot për një herë të vetme të pushonte avazi të gjitha herëve, edhe pse kjo e sotmja është një herë e ndryshme nga shumë herë për këtë vend dhe për këtë kuvend. Po si duket, humbësit kronik nuk duan ta humbasin as këtë rast, për të bërë të vetmen gjë që dinë
të bëjnë më mirë se kushdo tjetër në botë. Të humbin përsëri rastin, duke vazhduar t'i bindin shqiptarët se nuk vlejnë për asgjë tjetër përveç se për të përfaqësuar dhe mishëruar humbjen në të gjitha format dhe në të gjitha dimensionet e saj. Dhe është vërtet për ta ardhur keq. Po të mendosh se sot në fakt ju kishit mundësinë të deklaronit fitore. Fitoren tuaj më domethënëse, sepse në fakt si gjithmonë ju prap fituat. Ju fituat sepse për muaj me radhë thatë që Amerika do të më bënte mua gjyqin e ndëruar për jush për t'ju kthyer ju në ato karrige ku nuk do ktheheni kur, po s'dolet nga poshtë karriges ku qëndrojnë hierënda të ndënjurat e stërgjyshit tuaj. Ju fituat sepse e paremëruat popullin që mua do më thërrisnin në Amerikë në datën 20 janar, po ky ishte lapsus, për të paraqitur në prokurorinë federale. Madje ju e vullosët fitoren kur festuat kërrimin me forcë të Maduros nga shtëpia e tij në Caracas dhe ju thatë shqiptarëve se ajo ishte vetëm një provë gjenerale e ushtrisë amerikane për rrëmbimin e Maduros nga ajo zyra në kryeministri që e keni fiksim 12 vjet dhe mblidheni si qindra Romeo dëshpëruar për një Juliet të vetme. Tani ju mund të mendoni se unë po tallem. Mund të tallen këta me ju. Unë me ju nuk tallem. Unë s'tallem kur me fitoret tuaja. Dhe sot ju do votoni të vërtetën e madhe që unë nuk do ta detyroj ushtrinë amerikane t'i bashkohet protestës suaj nga taraca e kryeministrisë, se do dorëzohen vetë, paqësisht, në duart e autoriteteve ligjzbatuese amerikane që do vinë në aeroport në Washington, do më marrin me eskort, do më çojnë në Shtëpinë e Bardhë për të ulur si antar i Bordit të Paqes. Pra, ka vetëm një nuancë në dështimin tuaj. Ju prisnit fitonit me helikoptere dhe ushtrisë amerikane dhe nuk e prisnit që unë do dorëzohesha vetë. Vetëm kaq, po kjo është fitore e juaj. Ju arritët këtë, fituat dhe këtë herë, dhe faljush që mbushët dynjan, duke thënë se unë nuk isha, fillim thatë nuk ka ftesë, se unë jam mësuar me ju, ja pak nga pak. Edhe se pastaj mbyteni dhe larg qoftë të mbyteni ju. Nuk ka ftesë. Doli ftesa, jo, po këtë ftesën e ka gjithë bota. Tani më thoni nuk jetë bordi. Okej. Po ngatruat pak se nuk e keni idenë se si strukturohen grupet ndërkombëtare. Grupet e strukturuara ndërkombëtare kanë një organigram që ju nuk e kuptoni. Po s'ka problem, rëndësi ka që do ngrini kartonin me votën tuaj, do miratoni Bordin e Paqes dhe mua si përfaqësues i Bordit të Paqes në Shtëpinë e Bardhë. Sot do ngrini kartonin. Do fitojmë apo jo? Po. E fituat për zotin, bravo. Po ju fituat edhe për një arsye tjetër. Ju denoncuat aferën $1 miliard, që unë në fakt ja premtova sekserëve të bordit, po denoncimi juaj më detyroi të tërhiqem nga ajo pagesë dhe detyruat presidentin Trump të më pranoj pa pagesë. Dhe gjithë do, mos e ulni vigjilencën, që t'jeni brenda çojini në spak Bordin e Paqes për pranimin tim aty. Se spaku tani është bërë si një sportel, ka qenë një sportel mbrapa kryeministrisë, kur ne bënim stërvitje basketbol te fusha e zezë, ishte një sportel kur shkruaj letra nga populli. Kështu është bërë spaku. Çoheni edhe këtë letër dhe me që e quat një herë, se këta e dini kanë quar Tony Blair në spak.
dhe nuk do një gjë. Tani qoni prap Tony Blairin se kush e di del në një provë si ato që mbajnë në gjyq në burg pa gjyq Larierit, për cilin deri tani janë shkruar 3 volume të një romani policor, po provë për korrupsion për kryebashkiarin e Tiranës, snuk. Prandaj juve as mos e vrisim më fare. Punë e madhe shumë se Tony Blairi s'ka marrë kur 100 ka shtetin shqiptar. Punë e madhe shumë se pa Tony Blairin nuk do kishte ndodhur bombardimi i Beogradit dhe futja e NATO-s në Kosovë, që ju e doni ai shumë atë Kosovë, dhe prandaj nuk ndalua së quaj naftë Slobodani dhe nuk lat gur pa luajtur sabotonit Rambujen dhe nuk lat fjalë të poshtër pa thënë për UÇK. Nga dashuria për Kosovën e kishit. Qojnë spak se tani që ushtria amerikane e anulloi hyrjen me helikopter në kryeministri, spaku është stacioni i fundit i rrugës së shpresës suaj për pushtet. Ju fituat, unë nervos, unë kam pasionin e atij që shef se si të gjitha kurthet në pyll janë plot, hap, po për ato kurthe duhet durim. Prandaj, mos sa më shumë më thoni Ramaduro, aq më shumë unë e dëgjoj Ramaduro se këtë punë keme këta. Kështu që hiqeni Ramaduron se më shtoni durimin. Më shtoni durimin. Mua më ka rada kaq herë më ka rada, sa dhe ata 5.000 veta që ju vinin, janë bërë tani si lekte vjetra. Por ju fituat e për arsye tjetër. Ndalët pushtimin e Shqipërisë nga palestinezët. Se denoncuat një komplot në kurriz të popullit shqiptar, që bashkë me 1 miliard që do merja unë nga taksat për të shkuar atje, se ju kujtoni se Amerika blihet, si që doni ta bleni ju me ato miliona tuaja që ja u japin patriotët. Janë ca patriot atje që shesin hamburger dhe paguajnë që juve të shplani atë që nuk shplahet dot. Faljush, palestinezët nuk do vinë. Nuk do vinë nga Gaza në Shqipëri, po ju duhet ta çonin spak projektin e kampusit Universitetit Durrësit, se e di si than apo jo. Po bëhet kampusi Universitetit Durrësit për të cilët palestinezët. Një kokë e madhe nga radhët tuaja tha 2 milion palestinez do vendoseshin te kampusi Universitetit Aleksandër Mojsiu. Se luli iku, po 7 mbeti. Aritmetika, edhe kur bëni llogaritë e eksporteve, ajo është. Tani çojeni spakut dhe kërkojeni me një urgjent atyre që paguajnë në Amerikë. Ora i Latifi, si është Latifi më? Latif magjistarin, ku e keni aman? Mos e lëshoni atë se ai ja u merr humbjen fitimtare dhe me magjia u bën më të thellë. Dhe thuajini Latifit direkt gjithë të denoncimet t'ja qohet i kongresmenit. Se e kanë në gjepat kongresmenin që i merr nga ju dhe deli lexon atje që Kongresi Amerikan do merri me akshin. Qohen Latifit ashti edhe thuajni të dali ta këndojë e kongresmeni dhe pastaj ta merrni ju këtu dhe thoni Kongresi Amerikan. Ai kongresmeni dhe Kongresi Amerikan kanë po aq lidhje sa që kishin amendamentet e Nard Nokës me projekt ligjit e Partisë Socialiste. E kuptoni ju?